Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në një prononcim para gazetarëve në Gostivar, ku po zhvillohej një takim me Forumin e Gruas, theksoi edhe një herë nevojën për zgjedhje të parakohshme parlamentare bashkë me ato lokale. I pyetur se ai bashkohet Frontit Kombëtar edhe Arben Taravari nga Aleanca për Shqiptarët, Ahmeti tha se koordinohen aktivitetet dhe se nuk është çështja nëse do t'i bashkohet ose jo Frontit Kombëtar. Për Bashkimin Demokratik për Integrim është mëse më e kapshme që në tetor të ketë edhe zgjedhje lokale dhe parlamentare. Mirë po, për të arritur që të realizohet kjo duhet të ketë konsenzus politik, etnik, sigurisht, dhe pres që ditët në vijim e tërë situata të marrë epilog, pres epilog pozitiv, dhe besoj që u bëhet një shërbim goxha i mirë elektoratit shqiptar në Maqedoni, por edhe komunitetet tjera, sepse në jashtë trajtimit dhe kujdesit nuk i lëm edhe komunitetet vogla, po i tërë është një proces i filluar, akoma nuk ka marrë epilog përfundimtar. Gjërat shkojnë të gjitha në drejtim pozitiv. Ahmeti në takimin me strukturat partijake në Gostivar ka theksuar se Bashkimi Demokratik për Integrim e la shtetin me kryeministër shqiptar, ndërsa këto na kthyen pas dhe na devalvuan dhe poshtruan.